Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, në një postim në rrjetet sociale ka denoncuar atë që e konsideron si mashtrim të Bashkisë Fier të 24 familjeve, shtëpitë të cilave u shembën për ndërtimin e stadiumit të qytetit. Sipas Bardhit, edhe pse shtëpitë të tyre janë shembur në vitin 2028, ende nuk ka asnjë projekt për ndërtim stadiumi. Prej 7 vitesh, 24 familje janë përballur me arrogancën, arbitraritetin dhe paligjshmërinë e pushtetit lokal në Fier, që i ka përzon nga shtëpitë e tyre. Ua ka shembur ato, ndërkohë që në atë zonë nuk ka asnjë projekt të miratuar për ndërtimin e stadiumit, një premtim i pambajtur në çdo fushatë elektorale të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Këto familje janë të detyruara të jetojnë me qira dhe disa prej tyre kanë braktisur Fierin në drejtim të qyteteve të tjera. Ndërkohë Bardhi shkon edhe më tej, ku paralajmëron ndërtim të pallateve në ato toka. Qëllimi i kësaj veprimtarie të paligjshme është shumë i qartë. Përdorimi i pronave të këtyre qytetarëve për të ndërtuar pallate në qendër të qytetit, për të nxjerrë përfitime të majme monetare në kurriz të qytetarëve. Për këtë Bardhi kërkoi hetim të plotë të shpejtë për rastin në fjalë, për të identifikuar personat e përfshirë në këtë veprimtari dhe vënien e tyre para përgjegjësisë.